Në një prej segmenteve rrugore më të rëndësishme të turizmit kulturor që shërben si urlitse për parkun arkeologjik të Apollonis nga qyteti i Fierit dhe për banorët e fshatrave Pojan, Havaleas dhe Sop të njësisë administrative Dërmënas, më në fund është rikonstruktuar. Zona do të ketë frymarrje, pas vitesh kërkesash dhe ankesash të vazhdueshme për rikonstruksionin e rrugës, tërësisht të degraduar që ishte kthyer në pengesë për komunitetin e fshatrave të zonës dhe për zhvillimin e turizmit. Pas rikonstruksionit të rrugës tradicionale të Pojanit, banorët e zonës shpresojnë në një ringjallje jo vetëm të turizmit, por edhe të jetës në këtë zona, por sipas tyre problem ngjelet qarkullimi i automjeteve të tonazheve të rënda, të cilat do e kthejnë shumë shpejt këtë rrugë, ashtu siç ka qenë në gjendjen e mëparshme, të shkatërruar dhe me gropa, duke e bërë të pakalueshme. Jemi këtu në segmentin rrugor i cili lidh rrugën Fierse me Bregdet me parkun arkeologjik të Apollonis. Gjithashtu kjo rrugë tradicionale lidh edhe banorët e fshatrave Pojan, Havaleas dhe Sop me qytetin e Fierit dhe zonën bregdetare. Pas kërkesave dhe ankesave të vazhdueshme të komunitetit të zonës për rikonstruksionin e këtij segmenti rrugor, më në fund, gjatë kohës së fushatës elektorale të zgjedhjeve të 11 majit, është ndërhyrë me investime. Realisht rruga është me standarde bashkëkohore, por problem ngjelet qarkullimi i automjeteve të tonazheve të rënda, të cilat rrezikojnë dëmtimin e kësaj rruge. Për Televizion Apollon, Besnik Sulejmani. Banorët që nuk shprehen përpara kamerave për shkak të frikës nga hakmarrja e pushtetit, kërkojnë kufizimin e qarkullimit të automjeteve të rënda për makinat bujqësore, teknologjike apo traktorët me rrota me shpejtësi nën 40 km/h në këtë rrugë të rëndësishme për zhvillimin social-ekonomik dhe të sektorëve të turizmit, biznesit, bujqësisë e të tjerë.